Kreu I opozitares LSDM Venko Filipçe doli me disa të dhëna të cilat I quajti alarmante për ekonominë e vendit. Përmendi paralajmërimet për mbylljen e fabrikave në vend nga kompania Aptiv dhe Duro Automotive Systems. Според проценките на нашиот економски тим, од досегашните отпуштања и оние кои се во најава, до крајот на годината за околу 30% ќе биде намален бројот на вработени во зоните со странски инвестиции, што е огромна бројка, огромна загуба на работни места. Ако на ова се додаде и тоа дека десетици компании од сферата на текстилната индустрија, наши домашни компании се затвораат изминатите месеци, стигнуваме до бројка на јадници луѓе и јадници семејства на кои што им е загрозена екзистенцијата, се соочуваат со неизвестност. Kreu social-demokrat tha po ashtu se numrat janë shqetësuese dhe për investimet e huaja për të cilat lëvdohej kryeministri Mickoski. Споредбено со годините на СДСМ, кога во првите два квартали имаше 600 милиони евра странски инвестиции, сега има само околу 200 milioni evra. Filipçe akuzoi se qeveria e drejtuar nga VMRO-DPMN nuk po bën asgjë për të adresuar këtë çështje, siç do bënte çdo qeveri e përgjegjshme. Për këto u kundërpërgjigje nga partia në pushtet VMRO-DPMN me ironi. Është fat që Filipçe dhe LSD-ja udhëhoqën vendin gjatë 7 viteve të fundit dhe si në planin ekonomik, ashtu edhe në planin shëndetësor, arsimor, infrastrukturor dhe në të gjitha fushat e tjera shënuan suksese të mëdha. Sigurisht, nuk duhet të harrojmë as investimet e premtuara nga Facebook, Google dhe pista e Formula 1, me të cilat si shtet kemi përfituar të ardhurat të mëdha ekonomike. Nga DPMNE përfundoi reagimin duke u lëvduar se politikat ekonomike të qeverisë si dhe buxheti për vitin 2026 parashikojnë fonde për pensione më të larta, paga, kategori të cënueshme, investime kapitale dhe projekte.